Kryeministri Rama thotë se nëse çmimi i naftës do të tejkalojë tavanin e 220 lekëve për litër, do të ulet menjëherë akciza me 20%. Në mbledhjen e asamblesë, Rama u shpreh i vendosur për uljen e numrit të deputetëve për të cilën do të thirret një referendum. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha thotë se kryeministri Edi Rama tallet me shqiptarët për çështjen e çmimit të naftës. Berisha kërkoi përgjysmimin e taksës së qarkullimit, ndërsa ftoi qytetarët të ngrihen në protesta duke bllokuar rrugët. Presidenti amerikan Donald Trump nuk përjashton mundësinë e zbutjes së sulmit ndaj Iranit, pasi sipas tij objektivat po përmbushen të gjitha. Ai kërkon që vendet e tjera të marrin kontrollin e ngushticës së Hormuzit për kalimin e naftës. Teksa harta turistike e Europës po ndryshon për shkak të luftës në lindjen e mesme, turoperatorët thotë se Shqipëria po konfirmohet si destinacioni i sigurt i këtij sezoni. Sipas tyre pritet një rritje deri në 10% e numrit të turistëve, ku prenotimet shumëta ka nga Gjermania dhe Polonia. Rriten rastet e qytetarëve që telefonohen nga persona që flasin në emër të bankave me synim marrjen e dhënave sensitive. Ekspertët bëjnë apel që askush të mos bjerë pre e mashtrimeve të tilla dhe të ndërpresë menjëherë telefonatën. Një ngjarje e rëndë ndodhi në Itali ku një 30 vjeçar shqiptar u vra me armë zjarri në Toskana nga një bashkëkombë pas i tij. Autori u vënë pranga nga policia disa orë pas ngjarjes, ndërsa dyshohet se shkak është bërë konflikti mes tyre për një vajzë. Risi në kombëtare në prag të play-offit ndaj Polonisë, për herë të parë vinë Bilo dhe Plana, ndërsa rikthehen Muçi dhe Mehmeti. Mungesat e rëndësishme janë ato të Mane dhe Dakut, por trajneri Silvinho thotë se nuk duhet të qajnë, por të përshtaten. Shikues të televizionit Klani, ju përshëndes. Këto janë lajmet e orës 19:30. Do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deritanishme. Kryeministri Edi Rama thotë se nëse çmimi i naftës do të tejkalojë tavanin e 220 lekëve për litër, do të ulet menjëherë akciza me 20%. Në mbledhjen e Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste të zhvilluar në Durrës, Rama u shpreh i vendosur në uljen e numrit të deputetëve, gjë për të cilën do të thirret një referendum. Fjalën në mbledhjen e Asamblesë Kombëtare të mbajtur këtë shtunë në Durrës, kryeministri Edi Rama e nisi me çështjen e çmimit të naftës, për të cilin tha se qeveria do të ndërhyjë me ulje 20% e akcizës, sapo ai të kërcejë tavanin e 220 lekëve për litër. Për çdo ditë kur çmimi do të kërcejë mbi tavanin e 220 lekëve, do të ketë menjëherë një ulje me 20% të akcizës së naftës. Rama theksoi se çmimi i naftës parashikohet të rritet, ndaj është vënë në lëvizje bordi i transparencës, ndërsa njoftoi edhe krijimin e një entje shtetëror që të ndërhyjë në treg. Do të marrë përsipër një veprimtari që do të shkojë nga garantimi i rezervës shtetërore tek monitorimi i vazhdueshëm i tregut dhe patjetër edhe tek sigurimi i furnizimit për të mos lejuar asnjë spekulim me çmimet. Shqiptarët sipas kryeministrit do të thirren në referendum për të ulur numrin e deputetëve, duke kërkuar miratimin e ligjit që brenda këtij sesioni parlamentar. Nuk besoj se ka shqiptar që do thoshte na duhen më shumë deputet, po besoj që s'ka shqiptar që do thoshte na duhen më pak deputet. Dhe ne do ta zbresim numrin e deputetëve. Jemi vonë, por prap kemi të gjithë kohën e nevojshme që t'i thrasim shqiptarët në referendum. Duhet të çojmë përpara ligjin e munguar për referendumet. Kryeministri theksoi se negociatat me Bashkimin Evropian nuk do të ndalen, duke shigjetuar edhe opozitën. Duan apo s'duan ata që s'duan dhe kur mos daçin, ne negociatat me Bashkimin Evropian do t'i mbyllim brenda mandatit ton. Dhe nuk ka mërgat qyqesh në Berlin që na ndal ne në këtë proces. Nuk ka mërgat qyqesh në Bruksel që ndal Shqipërinë në këtë proces.
Drejtësia e re për kryeministrin është e pavarur, por i mungon profesionalizmi. Drejtësia sot është e pavarur, se i drejtësia e pavarur nuk është e mjaftueshme për të garantuar një demokraci funksionale dhe një shtet të së drejtës, pasi drejtësia duhet të jetë e pavarur, duhet të jetë e paanshme, duhet të jetë dhe profesionale, dhe në këto të tjerat ka shumë për të bërë akoma, aq më tepër që drejtësia jonë është pavarësuar në një shtrat të përgjakur dhe të ndyrë. I bindur u shpreh për një fitore të thellë në zgjedhjet vendore të 2027-s, por bërë një paralajmërim për kryebashkiakët aktual që do të kërkojnë rikandidim. Nuk do të ketë asnjë kandidat që do të marrë miratimin për të rikandiduar si kryetar bashkie pa 10 kontrata të firmosura në kuadrin e paketës maleve dhe pa 3 ndërmarrje të përbashkëta të miratuara. Si pjesë të ristrukturimit të qeverisjes, tha se do të preken edhe prefektët që do të marrin më shumë kompetenca. Në mbledhjen e sotme të Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste u njoftuan edhe ndryshime të drejtuesve politik të qarqeve. Tiranën do ta drejtojë Taulant Balla dhe Ogerta Manastiriu. Gati një vit nga zgjedhjet e ardhshme vendore, kryetari i PS-së Edi Rama ka vendosur të ndryshojë disa nga drejtuesit politik në qarqe. Në kryeqytet ku socialisti ka kërkuar vëmendje maksimale, pasi nuk është i kënaqur nga rezultatet e 2025-s, Ogerta Manastiriu do të vazhdojë të drejtojë territorin e bashkisë, ndërsa do të bashkangjitet Taulant Balla si drejtues politik i qarkut të Tiranës, duke mbuluar bashkitë të tjera që më parë patronazhoheshin nga Elisa Spiropali. Ky e fundit do të jetë deleguar në një nga institutet administrative të Tiranës, ndërsa Balla për momentin do të drejtojë edhe diasporën, ku socialistët po përgatiten për të ngritur strukturat përhershme përveç se në Itali dhe Greqi, që janë aktualisht dhe në Britani, SBA dhe Gjermani. Një tjetër lëvizje e rëndësishme ishte ajo për qarkun e Durrësit, kur i kthehet si drejtues politik sekretari i përgjithshëm i socialistëve Blendi Klosi, në vend të kryebashkiakes Emiliana Sako. Vendin e Klosit në Dibër do ta zërë Ulsi Manja, që rikthehet në qarkun ku u zgjodh deputet për herë të parë, duke e lënë drejtimin e Lezhës ministrit të ri të mbrojtjes Ermal Nufit. Një tjetër ministri sapo ardhur në kabinetin Rama, Enea Karakaçi, do të marrë drejtimin e qarkut të Shkodrës, me ndlindjes së tij, duke zvendësuar Benet Becin. Kuksi që deri sot drejtohen nga Duart Shalsi, do të ketë drejtues politik deputetin e Tiranës Erion Malaj. Ndërkohë, të gjithë drejtuesit e tjerë politik mbeten të pandryshueshëm, duke udhëhequr skuadrat e tyre deri në zgjedhjet lokale të 2027-s. Belinda Balluku në Fier, Niko Peleshi në Korçë, Bledi Çuçi në Vlorë, Arbian Masniku në Elbasan, Mirela Kumbaro në Gjirokastër dhe Ervin Demo në Berat. Lëvizjet të tjera ishin dhe ato të deleguarve në institutet administrative të Tiranës, ku ka një përqendrim të lartë të deputetëve dhe ministrave. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha thotë se kryeministri Edi Rama tallet me shqiptarët për çështjen e çmimit të naftës. Berisha kërkoi përgjysmim të taksës së qarkullimit ndërsa ftoi qytetarët në protesta. Propozimin e Edi Ramës për të ulur akcizën e naftës vetëm nëse çmimi kalon 220 lekë për litër, Sali Berisha e cilëson tallje me qytetarët nga ana e kryeministrit. Të nxjerrin makinat, të bllokojmë rrugët, është tallje cinike, ti nxjerrë shyrt dhe ti çosh vetullat. Do të thotë që ky është lubia që po përfiton më shumë nga çmimi i naftës, se kur çmimi i naftës shkon 2200, përfitimi i tij nga ky çmim rritet me 40%. Rritjen e çmimit të naftës e sheh si spekullim nga ana e qeverisë, ndaj dhe kërkon që kuvendi të ndesë dritën jeshile për amendimet e propozuara nga demokratët që shërbejnë sipas tij si mas lehtësuese. Kërkojmë menjëherë përgjysmimin e taksës qarkullimit dhe lëvizjen e aksizës. Do kërkojmë të vendoset sistemi fiskal që ekziston në Kosovë dhe Maqedoni, vendën e të cilat nafta rritet ku rritet në tregun botror, por kjo rritje përsëri bën që çmimi në këto vende të jetë 70% më i ulët se në Shqipëri. E teksa nga socialistët kërkoi voton për 2 propozimet e opozitës, Edi Ramës ja mbylli derën e bashkëpunimit për ligjin e referendumit dhe uljen e numrit të deputetëve. Nuk mbështes asnjë nismë të Partisë Socialiste në mënyrë të prerë. Gjatë bashkëbisedimit me ndjekësit e tij në rrjetet sociale, Berisha ju rikthye akuzave edhe për fluturimet e kryeministrit. I ka shpenzuar me 150 udhëtime turistike etj me radhë. Dhe tani detyrohen takspaguesit të paguajnë 35 milionë euro borxhin e Air Albania, kompanisë private që ka falimentuar. Edi Rama nga Asambleja e Socialistëve ironizoi se s'ka mërgat qyqesh në Berlin e Bruksel që e ndal Shqipërinë në rrugën drejt integrimit, por Sali Berisha e akuzoi si ngelës në këtë proces. Pia Leng unë i thuj, raporti nuk u votua.
Maliziu u veçua kurse Shqipëria mbeti në klasë. Mashtrimi i rrallë si Edi Ramës. E vetmja mënyrë sipas Berishës për ta larguar nga pushteti Edi Ramën janë protestat e qëndrueshme, ndaj dhe ai ftoi qytetarët që të dielën në orën 18 të bashkohen në kryengritjen paqësore poshtë qeverisë. Rruga e vetme për largimin e kësaj qeverie është protesta e qëndrueshme. Presidenti Amerikan Donald Trump nuk përjashton mundësinë e zbutjes së sulmit ndaj Iranit pasi sipas tij objektivat po përmbushen të gjitha. Ai kërkon që vendet e tjera të marrin kontrollin e ngushticës së Hormuzit. Donald Trump po shqyrton mundësinë e zbutjes së sulmit ushtarak të përbashkët me Izraelin kundër Iranit. Në një postim në rrjetin e tij social Truth, presidenti amerikan tha se SHBA-t janë pranë përmbushjes së të gjitha objektivave, por lëshoi edhe një thirrje për ngushticën e Hormuzit, një prej nyjeve kryesore të eksportit të naftës nga Lindja e Mesme. Ngushtica e Hormuzit do duhet të ruhet dhe të mbikëqyret nga shtetet të tjera që përdorin atë. Shtetet e Bashkuara nuk do ta bëjnë. Nëse na kërkohet, ne do t'i ndihmojmë këto vende në përpjekjet e tyre për Hormuzin, por kjo nuk do të jetë e nevojshme pasi kërcënimi i Iranit jetë zhdukur. Pentagoni thotë se ka goditur më shumë se 8.000 objektiva në Iran, përfshirë 130 anije iraniane dhe se aftësia e Iranit për të kërcënuar ngushticën e Hormuzit ka degraduar. Ndërsa ka shkuar në 22 numri shteteve që dënon sulmet e Iranit dhe kërkojnë që të mos e bllokojnë ngushticën e Hormuzit. Në një intervistë për mediat japoneze, ministri i jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, hodhi poshtë pretendimet e Trumpit, duke thënë se deri më tani nuk ka patur asnjë shenjë reduktimit të sulmeve nga amerikanët dhe izraelitët. Irani ka kërcënuar se nëse SHBA-t do të pushtojnë ishullin Karg, qendrën strategjike të stajit të naftës, si kundërpërgjigje do të ndërpresin trafiku në ngushticën e Bab al-Mandeb, duke vënë në rrezik transportin e anijeve në detin e Kuq. Sipas medias amerikane CBC, administrata Trump po shqyrton të gjitha mundësitë se si mund t'i rrëmbehen Iranit të gjitha materialet bërthamore. Teherani njoftoi se SHBA dhe Izraeli goditën këtë të shtunë impjantin e pasurimit të uraniumit të Nantasit, por pa shkaktuar rrjedhje të materialit radioaktiv. Irani goditi për të parën herë me 2 raketa balistike bazën ajrore amerikano-britanike në ishullin Diego Garcia në Oqeanin Indian. Baza ndodhet rreth 4.000 kilometra larg territorit iranian, çka konfirmon një kapacitet të rigoditës të Republikës Islamike me raketa të fuqishme në distanca të largta, ku në këtë rast përfshihet juglindja e Europës. Washingtoni ka hequr ndërkaq sanksionet për 140 milion fuqi nafte iraniane në përpjekje për të ndikuar në uljen e çmimeve globale të karburantit. Sipas departamentit të Thesarit, sanksionet hiqen vetëm për naftën që tashmë është e ngarkuar në anije, por Teherani nuk do të përfitojë asgjë. Administrata e presidentit Trump ka marrë vendimin e papritur për të pezulluar përkohësisht sanksionet ndaj naftës iraniane duke lejuar shitjen e rreth 140 milion fuqive që ndodhen aktualisht në det të hapur. Ky hapur gjend synon të frenojë rritjen galopante të çmimeve të karburantit në tregjet botërore, të cilat u tronditën pas bllokimit të ngushticës së Hormuzit nga Irani. Departamenti i Thesarit saktësoi se leja është e kufizuar deri më 19 prill dhe vlen vetëm për naftën e ngarkuar tashmë në anije. Washingtoni insiston se Irani nuk do të përfitojë financiarisht pasi pagesat pritet kryen në llogaritë kontrolluara nga Shtetet e Bashkuara duke u mohuar ajatollave qasjen e drejt për drejt në sistemin bankar. Analistët e shohin këtë lëvizje si një pranim të heshtur të presionit të madh ekonomik që po ushtron Irani. Ndërsa lufta hyn në javën e 4, ekspertët vlerësojnë se kjo sasi mbulon vetëm një ditë e gjysmë të konsumit global, duke konsideruar një përpjekje dëshpëruese për të stabilizuar tregun mes krizës energjetike. Drejtori ekzekutiv i Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë, Fatih Birol, e konsideroi konfliktin e Iranit si goditjen më të madhe ndaj sektorit të energjisë në histori. Ai lart kuptohet se edhe pasi konflikti të marrë fund, stabilizimi i çmimeve do të dojë kohë pasi duhet të rindërtuar infrastruktura e gazit dhe naftës në Lindjen e Mesme. Teksa harta turistike e Europës po ndryshon nën pasigurinë gjeopolitike në lindje, Shqipëria po konfirmohet si një destinacion kryesor, por edhe i sigurt i këtij sezoni. Kreu i Unionit Turistik Shqiptar Rahman Kasa thotë se pritet një rritje deri në 10% e numrit të turistëve, ku prenotimet shumëta ka nga vende si Gjermania dhe Polonia. Pavarësisht tensioneve në Lindjen e Mesme, Shqipëria nuk pritet të pësojë goditje të sektorit të turizmit. Përkundrazi, operatorët turistik parashikojnë një rritje deri në 10% të numrit të vizitorëve të huaj. Shqipëria konsiderohet se vend i sigurt, mjaft tregje tjera kanë kërkuar rritje të kapaciteteve të tyre
që ka zëvendësuar klientelën domethënë e munguar nga Izraeli. Sipas kreut Unioni Turistik Shqiptar Rahman Kasa, ky trend rritës vjen kryesisht nga tregje si Gjermania dhe Polonia. Janë vende që frekuentojnë shumë këto vendet e lindjes mesme, por ka edhe një farë klientelë në Turqi, e cila nuk e fusi vetë sigurt, po kështu edhe ato që kanë pas rezervuar në Kipër. Ndikim negativ nga konflikti në lindjen e mesme sipas Kasës ndihet vetëm në turizmin dalës, gjë kjo që do të shtojë dhe numrin e shqiptarëve që do të pushojnë brenda vendit. Kryesisht është pjesa e atyre turistëve që shkojnë në Dubai. Normal që këto njerëz ose një pjesë do qëndrojnë në Shqipëri dhe një pjesë do shkojnë për disa destinacione tjera ku janë të sigurt. Veç anulimit të fluturimeve drejt Dubait, operatorët turistik po vërejnë dhe një frenim të prenotimeve drejt Turqisë në zonat jugore dhe Egjiptit, për shkak të pasigurisë dhe rishikimeve të linjave ajrore. Daily Express, tabloidi i njohur britanik, ka renditur Ksamilin si një nga 3 destinacionet më të mira në Europë për të vizituar këtë verë. Vlerësohet cilësia e ujit dhe plazhet me rërë të bardhë. Tabloidi i njohur britanik Daily Express ka bërë një përzgjedhje të 3 destinacioneve më të mira që duhen vizituar këtë verë në Europë. Për këtë, tabloidi ka marrë opinionin e ekspertës Laura Evans Fisk, që në këtë listë të shkurtër vendos edhe plazhin e Ksamilit në jug të vendit. Ajo thotë se Ksamili është i njohur për ujërat manitës me ngjyrë të kaltër dhe plazhet me rërë të bardhë. Kjo zonë po bëhet gjithnjë më popullore për turistët, por ende disa pjesë të saj vizitohen më pak. Sipas ekspertës, Ksamili është një zonë që shpesh quhet Maldivet e Europës për shkak të plazheve të bukura dhe të njohura, me rërë të bardhë dhe ujëra çuditërisht të pastra. Por një atmosferë më të relaksuar, vizitoni Porto Palermon. Ky gjim manitës ka një gadishull të vogël që e lidh atë me kontinentin dhe një kështjell mbreslënse të shekullit të 19 të Ali Pashës, rekomandon ekspertja. Përveç Ksamilit në listë janë edhe ishujt Kanarie të Spanjës dhe Algarve në Portugali. Daily Express thekson se këto destinacione mund të arrihen lehtë nga turist britanik dhe ofrojnë pushime relaksuese. Shoqata e biznesit në Kosovë kërkon që qeveria të hartojë një paketë urgjente mbështetëse për shkak të rritjes së çmimeve të naftës. Edhe opozita thotë se biznesi është në kolaps dhe propozon që qeveria të ulë akcizën dhe TVSH-n për karburantet. Lufta në lindjen e mesme dhe mbyllja e ngushticës së Hormuzit për kreun e dhomës ekonomike Lulzim Rafuna do të ketë një ndikim të drejtë për drejtë në ekonominë e Kosovës me rritjen e çmimeve të naftës dhe të energjisë. Ndaj ai kërkon që qeveria të ketë gati një paketë urgjente në mbështetje të biznesit dhe qytetarëve. Zyrtarisht 20% të tregtisë së naftës dhe energjisë elektrike bëhet përmes ngushticës së Hormuzit. Ne kemi kërkuar edhe që nga qeveria e Republikës Kosovës që të jetë e gatshme dhe të paraprisë në rast se kemi një rritje të sidomos të çmimit të energjisë elektrike, atëherë qeveria patjetër që duhet me pas një paketë në mënyrë që me mbështet biznesin, me mbështet edhe qytetarën e Republikës Kosovës. Rafuna i sheh këto masa të domosdoshme dhe për shkak të rritjes së inflacionit. Ne patëm tani dhënat e fundit të Agjencisë Statistike të Kosovës ku inflacioni mujor ka arrit mbi 6%. Dhe kjo i gërryn qytetarët e Kosovës, për këtë arsye duhet një paketë urgjente mu përgatit nga qeveria. Edhe kreu i grupit parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, ka paralajmëruar se bizneset në Kosovë janë në prag kolapsi për shkak të çmimit të lartë të naftës dhe detyrimeve fiskale, duke kërkuar nga qeveria Kurti uljen e akcizës dhe TVSH-s për naftën. I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peder Sorensen, u takua në Departamentin Amerikan të Shtetit me Brendan Hanrahan, zyrtar i lartë në Byron për çështjet europiane dhe euroaziatike. Në një postim në rrjetin social, ai shkruan se me zyrtarin e dash kanë siguruar harmonizimin për hapat e ardhshëm të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Ky takim vjen disa ditë pasi qeveria Kurti miratoi ligjin për të huajt nga i cili përfitojnë pakicat serbe në Kosovë për lejet e qëndrimit 12 mujore dhe të targave të makinave. Një vendim që u përshëndet nga Bashkimi Evropian si një nga kushtet për vimin e dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit. Shtohen rastet e qytetarëve të cilët telefonohen nga persona që flasin në emër të bankave të ndryshme me synim marrjen e të dhënave sensitive. Ekspertët bëjnë apel që askush të mos bjerë pre mashtrimeve të tilla dhe të ndërpres menjëherë telefonatën. Një tjetër skem mashtrimi është përhapur ditët e fundit përmes telefonatave të realizuara nga interneti. Sipas autoriteteve, qytetarët telefonohen nga adresa të ndryshme që përdorin emër banke, duke të krijuar përshtypjen se po të telefonon banka, por në të vërtetë është thjesht mashtrim.
Kjo është një fushatë e cila kombinon disa teknika. Një nga teknikat është voice, e cila përdor internetin për të kryer telefonata të ndryshme. Teknika tjetër është cold ID spoofing, e cila bën mashtrimin e numrit apo të identitetit, duke i vendosur 355 për tu identifikuar si prefiks në Shqipëri. Qëllimi i autorëve që kamuflohen si punonjës banke është të fitojnë besimin dhe më pas të mund të marrin të dhëna sensitive. Është interesante se si telefonatat që vijnë të direktohen me emër në gjuhën shqipe dhe të kërkojnë informacione sensitive, duke të thënë është kryer një transaksion jashtë shtetit ose në Shqipëri, ju lutem dërgoni kodin që ne ta mbyllim si transaksion, pra ta bllokojmë si transaksion. Por çfarë duhet të bëjë qytetari që tashmë ka rënë prej mashtrimit duke dhënë të dhënat e tij të bankës? Në momentin e parë që të vini telefonat e tillë, edhe pse është me logon e një institucioni bankar, do duhet automatikisht të shkosh në faqen zyrtare të bankës apo në kontaktet zyrtare që banka ka. Sipas ekspertes së sigurisë kibernetike, qytetarët duhet të jenë të kujdesshëm dhe në rast se marrin një telefonat të tillë, duhet ta ndërpresin menjëherë, pasi bankat në Shqipëri nuk kërkojnë asnjëherë përmes telefonit të dhënat e kartës, pinin, kodet e sigurisë apo informacione të tjera konfidenciale. Një raport i fundit i Organizatës Botërore të Shëndetësisë vëren një rritje të fenomenit të duanpirjes te gratë dhe adoleshentët. Ekspertët e ISHP-s thonë se trendi është të shqetësues edhe në Shqipëri, duke dhënë efekte në shtimin e sëmundjeve të zemrës dhe të mushkrive. Europa është rajoni më i keq për sa i përket niveleve të larta të konsumit të duhanit. Sipas OBSH-s parashikohet që deri në vitin 2030 ky rajon të mbes në trende të larta të duanpirjes në popullat dhe më alarmante kjo është tek gratë dhe adoleshentët, një shqetësim i cili vjet re edhe në popullatën shqiptare. Vlerësimet e fundit tregojnë se rreth 38% popullsisë tonë janë përdorues të duhanit. Rreth 1/4 e përdoruesve të duhanit vlerësohet se janë femra dhe 3/4 janë meshkujt. Për ekspertë, duanpirja në moshë të re sjell probleme të shumta shëndetësore. Ajo që është më shqetësuese është varësia që krijojnë të rinjtë ndaj duhanit. Efektet e duanpirjes ndihen në sëmundjet kardiovaskulare, në sëmundjet e mushkrisë, në sistemin riprodhues, në diabet. Sipas OBSH, Europa është i vetmi rajon që nuk pritet të përmbushë objektivin global të një reduktimi prej 30% të përdorimit të duhanit e gratë. Pothuajse çdo vit në Europë regjistrohen 1.1 milion vdekje që kanë shkak kryesor duanpirjen në sëmundshmëri. Një ngjarje e rëndë ndodhi në Itali ku një 30 vjeçar u vra me armë zjarri nga një bashkëkombës i tij. Autori u vu në pranga pas ngjarjes, ndërsa dyshohet se shkaku u bë konflikti për një vajzë. Një 30 vjeçar shqiptar nga Lezhë mbeti i vrarë në mesnatë me armë zjarri pranë Arezzos, rajonin e Toskanës në Itali. I riu, i cili identifikohet nga mediat italiane si Gjergj Përgega, i u qullua me armë zjarri nga një tjetër shqiptar i moshës 35 vjeçare. Ky i fundit u arrestua disa orë pas krimit dhe nuk i bëri rezistencë policisë. Ngjarja ndodhi midis të premtes 20 mars dhe të shtunës në një rrethrotullim ku referuar dëshmive paraprake të zbardhura nga mediat në vendin fqinj. Autori qelloi të paktën 4 herë. Qyrja e trupit nga hetuesi tregoi se një prej plumbave i cili e preku një qafë të riun që fatal për jetën. Paraprakisht dyshohet se shkak për ngjarjen është bërë konflikti mes dy shqiptarëve për një vajzë. Ajo besohet se është e dashura aktuale e autorit dhe ishte dashura e viktimës me të cilin pak para vrasjes ka qenë duke biseduar. Ishte ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkë mirupafshim.